Angjelusha emocionon rrjetin me fjalët për Dajen. Angjelusha surprizon me urimin emocionues për Dajen, fjalë që prekin zemrën. Këngëtarja e dashur Angjelusha Saliu ka ndarë me ndjekësit e saj një moment të jetë të ëmbël familjar, duke treguar edhe një herë anën e saj të ndjeshme. Përmes një postimi në Instastory, ajo ka publikuar një fotografi shumë të afërt me Dajen e saj, Ismail Beluli, teksa e ka uruar për ditëlindje me fjalë plot dashuri. Urime ditëlindjen Daja, jem më i miri. Në imazh, Angjelusha shfaqet elegante dhe rrezatuese, ndërsa buzëqeshja e saj pranë Dajes tregon lidhjen e fortë familjare që ajo ruan me më të dashurit e saj. Nuk është hera e parë që artistja dëshmon publikisht sa shumë e vlerëson familjen, por këtë herë urimi i saj ka marrë vëmendje të veçantë nga fansat. Ndjekësit kanë reaguar menjëherë me komente pozitive, duke e komplimentuar për thjeshtësinë dhe respektin që tregon ndaj familjes. Në një botë ku shpesh dominojnë lajmet sensacionale, Angjelusha zgjedh të ndajë momente të sinqerta dhe plot ngrohtësi. Një urim i thjeshtë, por me shumë domethënie, që tregon se përtej skenës dhe famës, familja mbetet gjithmonë në qendër të zemrës së saj.